Rikthehemi sërish në studio me Ledio Brown, që na bashkohet përmes Skype, jurist dhe një zë në fakt shumë i fuqishëm i Partisë Demokratike në KAS, sa i takon kësaj betejë që me sa duket kemi edhe një fitore të vogël. Faleminderit që jemi ne, Ledio. Faleminderit për ftesën. 1282 kuti do të hapen për të rinumëruar, por në fakt nuk kemi asnjë datë konkrete dhe asnjë lokacion se ku do të ndodhë ky proces rinumërimi. Si konsiderohet kjo brenda kampit të djathtë dhe ju si jurist apo përfaqësues i Partisë Demokratike? E shikoni si një lloj fitoreje? Që duhet të qërëm diçka, KQZ-ja me rikompozimin e fundit, pra me KAS-in, me Komisionin Regulator dhe me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve, nuk është më e politizuar siç ka qenë përpara vitit 2020, pavarësisht se ne jemi propozime të partive politike. Pra, 2 antarë kanë qenë propozim i opozitës dhe 3 antarë propozimi i majorancës. KQZ-ja dhe tashmë si strukturë konsiderohet e depolitizuar dhe askush nga ne nuk përfaqëson një parti politike. Madje qëllimi i ligjvënësit është, ose më saktë, qëllimi është që edhe nivelet e tjera të administrimit zgjedhor, duke filluar nga ai më i ulti që ka të bëjë me Komisionin Qendrës Votimit, duhet shkojë drejt të depolitizimit. Megjithatë, kjo është për të parë në reformat e ardhshme. Tani sa i përket kutive të votimit që u vendos hapja e tyre janë më pak se sa ajo shifër, sepse ajo shifër përfshin edhe Bashkinë e Vorës, pra qendrat e votimit që i përkasin Bashkisë Vorës dhe qendrat e votimit që i përkasin njësisë 10 në Tiranë që kanë qenë me pjesë e votimit elektronik. Kështu duhet të jenë ndikuke 1200 kuti. Procesi do të jetë, nuk është saktuar data për arsye sepse kërkon një infrastrukturë, ne nuk mund ta kryejmë siç e kemi kryer herët e tjera, sepse nuk është hera parë që kryet ky proces në KAS, është kryer vitin 2021 edhe për bashkinë për qarkun Berat atëherë dhe për qarkun Durrës, por duke qenë se ato kanë një numër më të vogël qendrësh votimi, ne kemi administruar procesin aty brenda sallës KQZ-s me diku te 10 tavolina numërimi. Kësaj herë duhet që se bëhet fjalë për qarkun Tiranë, i cili ka numër të konsiderueshëm qendrash votimi, është menduar që të kryhet në një ambient tjetër, mundësisht mund të jetë tek stadiumi te Parku Olimpik, ku kryhet dhe administrimi i votës diasporës për shkak të hapësirës, sepse me shumë mundësi do janë rreth nga 30 deri 40 tavolina numërimin, në mënyrë që procesi të ecë sa më shpejt sa i përket qarkut Tiranës. Nuk ka ende një datë, sepse pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të kryejë gjithë procedurat dhe të instalojë dhe infrastrukturën e nevojshme në mënyrë që të nisë procesi, që besoj do të kërkojë një javë derisa të nisë dhe më tej pastaj dhe maksimumi besoj një javë për të kryer gjithë procedurën. E qartë, ndërkohë që ftoj në bisedë dhe Rezard Kthupin, avokat, na bashkohet në këtë bisedë. Rez, faleminderit që jemi ne. Faleminderit Alba. Argumenti që më jep më parë Ledio konsistonte në faktin se nuk janë 1282, janë 1200 kuti, kemi akoma një lokacion dhe një afat kohor të përcaktuar nga autoritetet sa i takon vetë në rinumërimit. Kush mund të përfitojë nga ky proces dhe nga kjo betejë e avokatëve të Partisë Demokratike në KQZ dhe në KAS, dhe a mund të ndryshojnë rregullat e lojës? Mund të ketë nga ata që humbin mandate dhe nga ata që konfirmojnë mandate? Unë mendoj që fituesit më të mëdhej janë ata që teorikisht janë jashtë sistemit ose vetë sistemi. Do të ishte rasti, një nga rastet e pakta, kur do të kemi një tablo të qartë se çka ndodhur me votën. Është vërtet ajo që thotë Zoti Brau për 2021 kur numëruan votat e Durrësit dhe Beratit. Po në raport me Tiranën, për shkak të peshës se ajo ka, rinumërimi i votave të gjithë qarkut Tiranë do t'japi e para punës tablon e qartë që ka ndodhur me votën, që do të thotë kushdo që është kandidat apo votues përfiton atë që është rezultati i qartë, dhe dyta është përfitojnë pastaj edhe të gjithë ata që duan që ky sistem në këtë formë fillojë të ndryshojë për shkak të bindjes që kemi që të gjithë që në këtë formë të menaxhimit të sistemit në ditën e votimit dhe pastaj gjatë procesit të numërimit ndodhin gjithmonë fenomene deformimit të votës. Domethënë, Albania kemi thënë gjithmonë që sistemi ndahet në dy pjesë, që është pjesa para ditës së votimit dhe pjesa pas ditës së votimit. Nëse për pjesën para ditës së votimit në vullnetin e partive politike për të vënë kufizime apo për të kushtëzuar mënyrën se qeveria sillet, për pjesën pas ditës së votimit janë dy parti politike që menaxhojnë procesin, dhe në këto kushte duhet të kthehemi pastaj që të gjitha ato që janë rekomandimet ose OSBE Odirit për të arritur që ai që është depolitizimi i administratës zgjedhore, në mënyrë që votat që të
paktën pas procesit votimit, nga momenti që votimi ka përfunduar deri në shpalljen e rezultatit, mos kemi pastaj nga këto rastet e deformimit. Dhe fituesit e tretë mendoj janë ata që pretendojnë të kenë një farë demokracie të brendshme brenda partive politike, sepse në të dy rastet, si në rastin e PS-s, ku dha urdhër që mos diskutohet fare çështja e rinumërimit votave apo gjetjes një mundësie e hulumtimit mundësive për që kjo voti të deformuar. Ashtu dhe në rastin e PD-s, kur u soll kështu si version që vullneti ekziston, por më pas me letra nuk krijoi mundësie për kandidatët, mendoj që edhe në rastin e demokratizimit të brendshëm partive ka një fitues të mëdhenj. E qartë, Ledio, pa dashur që të përmend emra konkret, meqense të kam edhe si jurist, më shumë si përfaqësues i Partisë Demokratike që mund të kalosh në emra konkret apo në analizë. Mendon se nga kërkesat e shumta që kanë ardhur brenda kampit të djathtë, nga ajo mosdakordsi sa i takon votave të tyre dhe tentuan ta çojnë këtë betejë deri në fund, paktën për të parë se si ka qenë vot besimi i tyre në elektorat, po përfiton dhe Partia Socialiste, do të përfitojnë dhe ata kandidatë të listës së hapur që e ngritën zërin, që kërkuan në rinumërim si dhe pamjet filmike të procesit të numërimit të fletëve të votimit, por nga një urdhër i brendshëm, nga një urdhër që shkoi drejt celularëve të tyre sikur u shuan ata zëra. Zonja Gjylameti, zoti Qefalia, gjithashtu zonja Gjonaj, mendon se do të përfitojnë tani nga kjo situatë dhe nga këto kërkesat e shumta që kanë ardhur nga eksponent Partisë Demokratike? Alba, tani procesi, qëllimi i kësaj kryesor ishte të bëhet transparenca, dhe kur themi që të bëhet transparenca, aty nuk e ndan dot më tani do bësh transparencë për Partinë Demokratike, do bësh transparencë mes PD-s dhe PS-s, apo do bësh transparencë brenda Partisë Socialiste. Nëse ka pasur tjetërsim të vullnetit të votuesit, pra gjatë administrimit zgjedhor ose më saktë gjatë numërimit, do të dalë e qartë gjatë këtij procesi që do të administrohet tani nga KQZ-ja, jo nga partitë politike, dhe do të shihet. Tani, me llogari shifrash, me logjik normale, probabiliteti është më i madh që të ketë lëvizje brenda Partisë Socialiste, gjithmonë flasim nëse ka pasur tjetërsim vullnetit votuesit, se sa Partisë Demokratike, sepse atë mos e thuaj, mos fol me siguri për këtë. Shifrat, jo, janë shifrat më të ngushta flas mes kandidatëve. Pastaj nëse ka dhe brenda Partisë Demokratike, do të thënë një nga rastet që ne kqyrëm që erdhi e solli me provë ishte brenda Partisë Demokratike, pavarësisht se nuk ishin kandidatë që ishin afër fitores, por ishin të renditur diku më poshtë. Pra, pretendimet u ngritën nga zoti Dogjani në lidhje me një qendër votimi që 15 vota që ishin të pavlefshme ishin llogaritur një kandidati, ose 15 vota që ishin vetëm për partinë politike, ishin llogaritur një kandidati të Partisë Demokratike, të ushtuar. Pra ka të natyrave të ndryshme. Ndërkohë që në qarkun e Dibrës do të kqyren fletët e votimit vetëm brenda koalicionit Partisë Demokratike. Pra do të hapen vetëm zarfet brenda Partisë Demokratike dhe do të shihen sa i përket votave të kandidatëve. Atje në u sollën prova për 44 qendra votimi, duke qartë që kishte lëvizje në renditje, se ishte një diferencë e vogël mes dy kandidatëve rreth 120 vota. Që nuk di të them, Tirana tani do të prodhojë një tabelë të re. Unë uroj që të jetë një tabelë që mos ketë tjetërsim votash, sepse në fund fare qëllimi nuk është as të dënohen penalisht ata numërues. Qëllimi është që nëse ka ndodhur diçka, ajo mos përsëritet më. Nëse nuk ka ndodhur, akoma më mirë, sepse transparenca do të tregojë që të gjithë argumentet në lidhje me tjetërsimin e vullnetit të votës janë thjesht legjenda urbane gjatë zgjedhjeve.